Energjitë kozmike sjellin prova, ngërçe dhe zhgënjime të papritura, duke i detyruar të rishikojnë qëndrimet dhe pritshmëritë. Kto janë 3 shenjat e horoskopit që mund të zhgënjehen gjatë festave të fundvitit. Demi. Për Demin dhjetore nuk vjen me qetësinë e zakonshme. Situata që deri dje dukeshin të sigurta fillojnë të dalin jashtë kontrollit, duke sjellë frustrim në punë, financat e marrëdhënie. Ky muaj nxjerr në pa pikat e dobta që Demi ka injoruar prej kohësh, edhe pse përballja është e vështirë. Ajo sjell qartësi dhe ndihmon në krijimin e një baze më të fortë për vitin e ardhshëm. Virgjëresha. Virgjëreshat përjetojnë një dhjetor të mbushur me vonesa, pengesat e detajet që dalin jashtë kontrollit. Organizimi i tyre i hekur të pësonçari dhe asgjë nuk ecën sipas planit. Por pikërisht në këtë kaos hapen perspektiva të reja, fleksibiliteti që për virgjëreshën është sfidë dhe rezulton të jetë arma më e mirë e muajit. Shigjetari. Shigjetarat nisin muaj me energji dhe motivim, por shumë shpejt përmballen me kritika, pengesat dhe nevojën për të ngadalësuar ritmin. Kjo pauzë detyruar nuk është humbje, por është një moment reflektimi që ndihmon të vendosin prioritetet dhe të shmangin vendimet impulsive. Ajo që duket zhgënjim shtrohet në hap të sigurt drejt një fillimi më të mirë në vitin e ri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.